edhe këta, pra nuk dihet kur gjë politikisht në kuptimin politik, pra kur gjë nuk dihet në Kosovë, asnjëherë s'jemi ma konfuz. Është fakt si ka fitu 50%, mirë po kur ti këshysh politika sociale, zhvillimin ekonomik të vendit, ikjen e qytetarëve, pa punësinë, nuk din më njeri çka thot më për këtë, domthonjë cila është politika, megjithatë aty e tha demokracia është më të votu dikush, po demokracia është me ly përgjegjësi për dikon, është me marr vota me kallabllak, me marr 50+1 dhe me të vetë dikush pse po e ke votu nuk di me të kazu. Unë kam tash e kam një opinion timin që mi pyet 50% për çka keni votu, veç thonë për inatit aty në më herë, domthonjë. Jo, po thonë, thonë më herët se nuk po thonë bashkët për inatit, jo. Okej. Do ke mundësi të diskutojmë, do flasim me rënditje, po besoj që do ke mundësi të zgjerojmë komunikimin, duke pas parasysh këtë kontekstin e zgjedhjeve nacionale dhe lokale, ne këto lukse nuk e kemë të çështja ekonomisë, të çështja profesorit. Nëse flasim për çështje ekonomisë dhe mirëqenie sociale, në radhë por Këshilli Ekonomik e Social ka mungu partneriteti, ku konventa ndërkombëtare nuk janë mirëfill, nuk mirëfillen Kosovë. Për në kontekstin